Shumë e rëndësi, do me thonë që tash, një muj dit, pushon gjdo gjë në botë. Nalët ora, nalët politik, bizneset qarkullojnë ma ka dale, edhe hajnit nalën. O shumë interesant. Apo kupton, këtë botën, do me thonë. E bastorit, që ndonë me bastorit? Ato e kam punën e vetë, por na... Vazhdojnë. Por na që du të më koncentru, do me thonë. Du të me spjegu fuqinë e futbolit. Definitivt. Çfarë force ka futbolli. Edhe nuk është rastisht që i thojnë ngjarja e dytë më e rëndësishme është futbolli, se ngjarja e parë është familja, ato problemet esenciale, por ngjarja e dytë më e rëndësishme është futbolli. Është shumë mirë që ndodh kjo, çdo 4 vjet, është shumë mirë që njerëzit e shohin forcën e futbollit. Edhe është shumë mirë që në krejt botën, në këtë muj, njerëzit bojnë plane për futboll edhe zhvillimin e futbollit në vendet e tyne. Sepse pikërisht, është ky muj që ata e shohin fuqinë masive që e ka futbolli. Është sport magjik, është sport jashtëzakonshëm, është sport ku një ri prej varfnis totale mund më bo ylli maj madhi futbollit, këto e mundëson veç futbolli. Edhe na do të shijojmë këtë mazgji gjatë ti muj, edhe na do të përcjellim me sa ma pak politik të lutë na prove, se pasha zotin jena lodhë. Genta, për të? Tash politika ka punë më të madhe, po pastaj. Çfarë pjesëmërisht Prap kena mbulodh. keti për këtë botëror, a do të ketë surpriza, a do të ketë Patjetër që befasi? po,